Është rasti për të tejkaluar dallimet mjaft të thella antagoniste në qëllime politike që ato kanë dhe të punojnë për reformën zgjedhore. Kjo ishte thirrja që kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri ndaj politikës për realizimin e reformës zgjedhore dhe adresimin e të gjitha gjetjeve të OSBE-ODIR. Gjatë tryezës organizuar nga shoqëria civile, kryekomisioneri theksoi faktorin kohë dhe vonesat politike në funksionimin e komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore. Urojmë të gjithë që partitë politike të jenë mjaftueshmërisht të ndritshura për të kuptuar rëndësinë e kohës në realizimin e kësaj reforme. Kemi humbur 4 muaj. Është interesi i tyre më së pari, i përbashkët, për të përcaktuar sa më shpejt rregullat për garën e ardhshme elektorale, por natyrisht është interesi i qytetarëve dhe në fundit është interesi i institucionit që merret me administrimin e procesit zgjedhor, pasi ne kemi nevojë për qartësi të këtyre rregullave kohë përpara se të zhvillohet procesi zgjedhor. Celibashi shprehu gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me organizatat e shoqërisë civile për një draft të përbashkët për reformën elektorale, por me një kusht. Të gjithë aktorët e shoqërisë civile të jenë bashkë. Nëse kjo përpjekje do të jetë e ndarë, do të jetë me interesa të ngushta, nuk do të ketë asnjë sukses. Ndërkohë profesori Kristaj Shkume gjithçka e lidh me kulturën e shoqërisë në tërësi. Për të argumentuar vështirësinë e kësaj gjë, mjafton të them që e gjitha mund të realizohet në fundit vetëm si rezultati i ndryshimeve të thella që mund të bëhen në kulturën, në sjelljen. Në sjelljen e individit, në sjelljen e shoqërisë, në sjelljen pastaj edhe grupime të ndryshme politike ose jo politike të shoqërisë, pra është një proces kulturbërës.